Në pikun e sezonit veror, në Vlorë ka nisur puna për asfaltimin e segmenteve rrugore. Një projekt ky nisur mes shumë polemikash për shkak të kohës së zgjedhur për realizimin e kësaj pune, e cila shumë mirë mund të ishte zgjedhur në vjesht apo dimër. Mes 31 rrugëve që do asfaltohen pas punimeve aty të Ujësillësit, ku këto segmente psuan dëmtime, është edhe rruga Kosova. Një segment rrugor ky tepër i rëndësishëm për qytetin, ku asfaltimi i saj ka shkaktuar prej ditësh në Vlorë një penalizim të gjithë qytetit. Pas asfaltimit të korsisë së parë të kësaj rruge, puna për asfaltimin e korsisë së drejtimit të automjeteve nga rrethrotullimi në drejtim të rrugës transballkanik ka zhytur qytetin në kaos dhe trafik të rënduar. Prej ditës së hënë vijon puna për asfaltimin e korsisë së dytë në rrugën Kosova. As 3 ditë nuk kanë mjaftuar që firma e cila po realizon projektin e financuar nga Bashkia e Vlorës të asfaltoj vetëm një korsi rreth 2 kilometra të gjatë. Këto punime në pikun e sezonit kanë zhytur disa nga segmentet rrugore të qytetit në një kaos të trafikut rrugor. Vlen theksoj se puna për asfaltimin e korsisë së parë të rrugës Kosova përfundoi ditën e mërkurë të javës që lan pas. Për 2 ditë me radhë, të njëjtën dhe të premten u punuan për gryerjen e asfaltit fillestar të hedhur në të, duke edhe përshtypjen se asfaltimi do të përfundonte brenda asaj jave. Por nuk ndodhi kështu. Për shkak të fundjavës, rruga u la e lirë dhe puna nuk vijoi. Për të nisur punimet këtë hënë, punime këto që duke patur parasysh faktin e gjatësisë minimale të segmentit rrugor, duhet të kishin përfunduar brenda ditës. Por një diçka e tillë nuk ka ndodhur për 3 ditë me radhë dhe veshja me asfalt e kësaj rruge nuk ka përfunduar me punën që ende vijon.